Policia Vautodeos ka vënë pranga shtetasin MB 63 vjeç, banues në fshatin Qerret, i shpallur në kërkim nga gjykata. Ai akuzohet për kultivim të bimëve narkotike dhe ndaj tij është e caktuar masa e sigurisë arrest në burg. Gjatë hetimeve u zbulua se shtetasi dyshohet të kishte kultivuar 130 bimë narkotike, të cilat u gjetën dhe u asgjësuan nga policia në gusht të vitit 2025. Në komunikatën zyrtare të policisë së Shkodrës thuhet, specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, kapën dhe ndaluan shtetasin në kërkim MB 63 vjeç, banues të fshatin Qerret. Pasi gjykata e shkallës së parë i jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale kultivimi bimëve narkotike. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas ka kultivuar në fshatin Qerret 130 bimë narkotike, të cilat janë gjetur dhe asgjësuar nga shërbimet e policisë në muajin gusht të vitit 2025. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.